përse kur ju tashmë deklaroni se kjo kontratë është në të mirë të shqiptarëve dhe jo vetëm demokratëve, përse keni dhënë një urdhër të gjithë demokratëve që të mos ketë asnjë debat publik? Përse jeni fiksuar debatin për këtë kontratë? Kontratë? Nuk ka asnjë urdhër për të mos u thanë shqiptarëve të vërtetën e kontratës. E vërteta e kontratës që i ka djeg kaq shumë Edi Rams, ju ka djeg kaq shumë altoparlantëve të tij të paguar nga Mjesi Drejt Dark, nga Edi Rama dhe mediat, ju ka djeg kaq shumë zyrtarëve të krimit, ju ka djeg kaq shumë, unë përkundrazi, do doja që këto të përsëriteshin, por përpjekja për të zënë hapësirën mediatike të programit për qytetarë shqiptar, kjo nuk më pëlqen. Ju e keni pa vetë, unë kam 4 muaj që dalë para jush vetëm me program. Për program, sepse ajo është detyra. Kurse Edi Rama nuk ka program, del me përpjekjen pikërisht për të mbytur hapësirën mediatike me gjëra, me banalitete dhe me gjëra që s'kan asnjë lloj lidhje me qytetarin. Zoti Berisha, Ardit Hoxha nga Euronews, për ta vijuar pak pyetjen e fundit të kolegut. Nëse do të marrim të mirëqen 100% të vërtet atë që ju thoni për kontratën. Jo, s'mund t'i marrim ndryshe, se ashtu janë. Patjetër, nuk e vëmë në diskutim. Po. Pse nga Partia Demokratike nuk pati një publikim të kësaj kontrate në momentin e firmosjes? Pra, kontrata është firmosur në datën 4 prill dhe u prit që të bëhej publikimi tek Fara në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe më pas të merrej nga mediat shqiptare që ky diskutim ne të ishim sot sepse nuk ishte një kontratë e Partisë Demokratike. Vetëm ta përfundoj. Po. Ju vetë deklaruat që është një lloj kontrate që Partia Demokratike përmes fondacionit në Amerikë lidh me një avokat të zotit Trump. Për të bërë krahasimin e këtij raporti që juve lidhni këtë herë me avokatin e zotit Trump dhe që keni lidhur më herët me zotin Lasivita, një tjetër bashkëpunëtor i zotit Trump, pra në rastin e zotit Lasivita ju dorët një konferencë për mediat dhe publikuat, ndërsa në këtë rast u mbaj disi fshet. Pse kjo zgjedhje? Bravo, shumë e drejtë pyetja, sepse nuk ishte Partia Demokratike, ishte fondacioni. Ka firmosur zoti Noka. Po, çfarë ka firmosur? Pranon shërbimin ka firmosur zoti Noka. Pranon shërbimin, po jo pal kontraktuese. Në rastin me zotin Krist Lasivita, ne jemi pal kontraktuese si PD. Në rastin tjetër, pal kontraktuese është fondacioni i patriotëve dhe demokratëve shqiptar. Ne nuk mund t'i zëvendësojmë ata. Po nuk mund t'i zëvendësojmë ata, kjo është shumë e thjeshtë, më thonë. Ne nuk mohojmë që ne kemi pranuar dhe kemi firmosur, pranojmë shërbimin. Por nuk jemi ne pal kontraktuese. Besoj se është e qartë. Kam edhe një kënd të dytë të për të njëjtës çështje. Urdhë, patjetër. Ka një kritik të ndryshëm në media gjatë ditëve të fundit pas publikimit të kësaj kontrate, kanë nxjerrë një lloj kërcitje të fushatës së Partisë Demokratike, që nga njëra anë tenton që t'i afrohet shtresës së varfër, duke bërë pjesë të saj, pjesë shumë të rëndësishme në fakt paketën e dëmshurisë, dhe nga ana tjetër, po Partia Demokratike ka kapacitete financiare për të lopuar me shumëra që shkojnë deri në $6 milion. Këtu s'është e vërtet, Partia Demokratike nuk ka dhënë asnjë qindar. Është një fondacion që jep para. Apo jo. Por një gjë, edhe sikur Partia Demokratike të kishte dhënë nga arka e vet, për kauzën që është kjo kontratë, ja vlen 100 herë. Sepse, marrëm te,
qa ndodhë? Edi Rama zhduk djegësin e Tiranës. Një vjell 130 milion euro. Dhe vazhdo një lloj të thuat se është udhëheqës i shqur. Kush e pagohu? Kujtja këdenoj me vjedhje 130 milion euro? Mos dënoj Pasanikt, asë njërin për i tyre. Të varfrit i dënoj. 130 milion euro janë 812.000 pensione. Ndaj dhe thash, ato mund t'i paguën të qëndark për qëndark Partia Demokratike, për të mbrojtur pikrisht. Thash, jo çdo demokrat, por çdo shqiptar, sepse janë bërë, ky është një narkodiktator. Ky, me ato që i ka bërë shqiptarve, ka përzën 1 milion shqiptar. Mendon ti se mund ta them që çdo lloj shpenzimi për të bërë transparencën, për të bërë anatomin e një narkodiktatori, është e vlefshme për çdo qytetar shqiptar. Kjo është e vërteta. Zotëri, a e dëgjove rezolutën? Të garantoj se ndryshe nga ç'mashtron ai, por rezolutat kanë një proces që ta dini ju, s'është sekret, jashtëzakonisht serioz. Në qoftë se ka një gjë që vështrohet me lup, pas se të votohet është rezoluta. Jo pas se të votohet në seancë plenare, po edhe pas se të votohet në komitetin e rezolutave. Ka një komitet për rezolutat. Rezolutat janë gjëja më serioze e organizatave ndërkombëtare. Pas se të vinë në seancë, ato kalojnë komitetin e rezolutave. Pas se të shkojnë komitetin e rezolutave, ata kalojnë në sektor pas sektori për të provuar. Nuk voton kush gjëra të cilat nuk qëndrojnë. Nuk voton kush. Ndaj dhe